A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lavdimet dhe falënderimet tona i takojnë vetëm Zotit xhalla shanuhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. E falenderojmë të pastrin Allahun xhalla shanuhu, i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim, i pa tmeta. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë salavate, selame dhe mbi të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në përfundim të kësaj dhunjaje. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, të dashur xhamat, në këtë ligjërat të sotmen do të shpjegojmë dhe flasim për rëndësinë e pastërtisë, materiet të cilat duhet apo lejohet të përdoren që të jemi apo të pastrohemi, dhe njëkohësisht gjërat e cilat janë të ndyta dhe duhet që të largohemi apo distancohemi prej tyre. Islami është kusht i pastërtisë dhe i bukurisë. Ruhet si më i miri i shëndetit privat dhe publik. Përmes Islamit ne mësojmë nivelet më të larta të pastërtisë së shpirtit dhe të trupave tonë. I Madhi Zot xhaleshanu në Kur'anin familjar thot: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu xhaleshanu i don ata të cilët pastrohen, pendohen dhe duke u penduar pastrohen nga mëkatet e tyre. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, dhe i don ata të cilët janë të pastërt. Pastërti do të thonë shpirtërore dhe pastërti fizike. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thënë at-tuhuru shatrul iman. Pastërtia është pjesë e besimit islam. Pra, që të jemi të pastërt duhet ta kemi prioritet apo koncept të jetës tonë. Dhe kur flasim për pastërtinë, e kemi për qëllim pastërtinë e trupit, rrobave dhe vendit ku qëndrojmë apo ku falemi. Papastërtitë ndahen në dy grupe: papastërti lëndore të vogla dhe papastërti lëndore të mëdha. Kur flasim papastërti të vogla, e kemi për qëllim ato ndytësirat të cilat nëse godasin trupin, rrobat apo vendin ku qëndrojmë, konsiderohen të papastërta, mirë po papastërtia e tyre është e vogël, që do të thotë rritet mundësia e përfshirjes së sipërfaqes së trupit, rrobës dhe vendit në të cilin jemi apo falemi, do të thotë lejohet të falemi me një ndytësirë të tillë edhe nëse përfshin më pak se 1/4 e gjymtyrës së trupit. Nëse trupin e njeriut e godet papastërti e këtyre llojeve, atëherën lejohet që të falemi nëse kjo papastërti është më e vogël apo më vogël në sipërfaqe se sa 1/4 e gjymtyrës. Kur flasim për 1/4 e gjymtyrës, atëherën e kemi për qëllim 1/4 e gjymtyrës. Për shembull, kofsha është gjymtyrë, 1/4 e saj dhe më pak, nëse përfshihet nga kjo ndytësirë, lejohet më fal me ta. Papastërtitë të mëdha konsiderohen këto lloje të papastërtive. Jashtëqitjet që dalin nga trupi i njeriu pavarësisht llojit të saj, jashtëqitjet e kafshëve të cilave nuk ju hahet mishi, papastërtia e madhe gjithashtu konsiderohet edhe jashtëqitjet e shpezëve të cilat janë shtëpiake. Alkooli konsiderohet papastërti e madhe, deri tërësia e tij konsiderohet papastërti e madhe, e vjellura me plot gojën konsiderohet papastërti e madhe, gjaku që rrjedh dhe qelbi konsiderohen gjithashtu papastërti të mëdha. Llojet dhe format të cilat na mundësojnë që të pastrohemi nga këto papastërti mund t'i numërojmë si në vijim. Fillimisht themi që mundësia e parë e pastrimit nga papastërtit është përmes ujit, i cili është njëra prej materieve të cilat zakonisht përdoren për pastrim nga ndytësirat. Përmes shtrydhjes, nëse lënda e cila
është goditur me ndytësirë, është atij lloj që ka mundësi mu shtrydh dhe mu eliminua papastërtia, atëherë përmes shtrydhjes apo përmes fërkimit ka mundësi që të pastrohemi nga ndytësira. Kemi rastin kur me fërkimin apo me gryrjen spermës është pastruar rroba nga transmetimet të cilat vijnë nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes fshirjes me dhej, gjithashtu ka mundësi që të eliminohet papastërtia. Kemi raste kur shpata në ka godit gjaku që është ndytësirë e madhe dhe është fshi dhe është falë me qatë shpatë, do të thotë që ka qenë e pastër dhe është pastruar. Shtazët pastrohen përmes therrjes së tyre. Lëkura e kafshëve ka mundësi me u pastrua përmes rregjes, duke i thellë sasi të kripës apo formës të caktuar të rregjes e kështu me radhë. Përmes fshirjes përmes dhejut apo fshirja përmes dhejut gjithashtu konsiderohet papastërti. Për shembull, lejohet me u fal me kpuca, edhe pse kpuca ka mundësi me has ndytësirë, mirë po duke ecur në sipërfaqen e tokës, ajo ndytësirë pastrohet përmes ecjes dhe fërkimit të kpucës me dhe kështu konsiderohet që është e pastërt. Gjithashtu ka mundësi që të pastrohemi nga papastërtia edhe përmes tarjes. Për shembull, është ndot toka me urinë dhe është thaja tokë është terë, e ka terë diellje dhe nuk vrehen shenjat e asaj ndytësire ku ka ra, në këtë rast konsiderohet që toka është e pastërt. Shndrrimi i një materie në materien tjetër është njëra prej teknikave apo formave të pastrimit nga papastërtia. Për shembull, hurma rrushi ka lënë në formën e khallit që quhet dhe me përshtat sa ma lehtë me kuptu është një lloj forme të rasojit, e ka këtë gjendje thuajse, konsiderohet që është i pastër. Por nëse vazhdon të qëndrojnë këtë gjendje, arrihet në gjendjen e alkoolit. Dhe alkooli nëse vazhdon të trajtohet sipas proceseve kimike, ka mundësi të kalohet nga gjendja e alkoolit në një gjendje tjetër. Prandaj, përmes kalimit prej një gjendje në gjendjen tjetër, ka mundësi të arrihet të pastrimi i materjes e cila ka qenë e papastërt. Përmes mendimit të këtyre dietarëve të cilët thonë se përmes kalimit të një materie nga një gjendje në gjendjen tjetër ka mundësi të pastrohet ajo materie, sikur që është fjala përmes kalimit të alkoolit prej një fazës së alkoolit në një fazë tjetër përmes proceseve kimike, ku i humb emri, cilësia dhe vetit komplet kalohet në një materie tjetër, atëherën kështu ka mundësi të arrihet të pastërtia asaj materie. Kjo është një teknikë e mirë dhe një mendim i fuqishëm tek dietarët islamit, i cili me lehtësi ka mundësi me u përdor në raste të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me ushqime dhe gjendje të caktuara, ku sot ka mundësi të kalohen apo të përdoren teknika të ndryshme të materieve të cilat kanë qenë alkool dhe sot nuk janë alkool për shkak të shndërrimit të kësaj materie prej një gjendje në gjendjen tjetër. Është vërtet dietarët islam se nëse materia ka ra në një sasi të madhe të një ujë për shembull, një materie e cila është e ndytë, atëherë ka humb efekti i saj dhe konsiderohet ujë që është i pastërt. Kjo ka mundësi të ndodhë nëse janë dy kushte. E para është sasia e ujit dhe sipërfaqja e tij. Në rastet kur derri është njëra prej materieve të ndyra, tërësia e tij është i ndytë. Dietarët islam në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam potencojnë se lkura ka mundësi përmes rregjes me u pastru. Mirë po lkurat përgjithsisht. Mirë po lkura e derrit s'ka mundësi asnjëherë me u pastrua. Alkooli kur është formuar nga një materie e cila është rrosh apo është hurm apo drithra të ndryshme, dhe këto hurme, drithra të ndryshme kanë qenë të pastra në esencë bë alkool dhe ka mundësi përmes shndërrimit në një materie tjetër, proces kimik të shndrohet prapë i pastërt, sepse baza e saj ka qenë e pastërt. Ndërsa derri tërësia e tij është e papastërt dhe si do ta shndrojsh atë në pastërti. Nëse kjo hedhet në një sasi të madhe të një materie, e cila nuk ka më ka sasi dhe sipërfaqe të madhe, e cila nuk ja mundëson që të shpërndahen ndytësira, konsiderohet ai objekt apo sasi e asaj materie e pastërt. Por nëse flasim për produktet ushqimore, të cilat sot përdoren
përmes gelatinës së derrit, ku shkruan se është përbërë nga 2.3, 1.5, 3.2, 3.5 gelatin. S'po thotë që është humb dhe nuk ka vlerë, kjo është 0,0 pik diçka, po thotë se një sasi e konsiderueshme e prej 1.5, 2.5, 3.5 kështu me radhë janë sasi të konsideruara. Nuk është që nuk ekziston. Thamë që papastërtitë nëse bien në një sikurse që është alkooli apo ndytësira të ndryshme, në sasi të ujit për shembull, e cila sipërfaqe e madhe, ku dietarët islam thonë prej këtë skaj ujit dhe në valët e ujit nuk kalojnë në skajin tjetër, do të thotë është argument se nuk kalon apo nuk është përnda kjo ndytësirë në këtë ujë. Dhe është kusht që këta ujë, kur me qenë në një thellësi që nëse dëm për me marrë ujë, duhet mos me prek në fundin e atij vendi ku është ai ujë. Do të thotë jetë sipërfaqe e madhe dhe thellësia në atë formë që kur vendoset duhet të mos preket. Por kur thuhet që në filon shishen me materie ushqyese të caktuar është 2.3, 3.5, 1.5, 1 diçka, këtu nuk po thotë që nuk ekziston. Po thotë se ekziston, po është çikash përqindja. Dietarët islam kanë thënë aty humb efekti, ekziston, po është aq e vogël sa nuk konsiderohet. Dhe nuk dihet ku është. Këtu po thotë se është dhe që kjo përqindja është çikaç. Nëse në proceset kimike të caktuara, përmes shkencëtarëve të caktuar, të fushave përkatëse, vërtetohet se një materie nuk ekziston më, apo nuk ka asnjë efekt. Edhe nëse sasia e ujit për shembull është më e vogël, atëherë ne pajtohemi dhe mbështetemi tek shkenca përkatëse. Mirë po, nuk ke mundësi me thonë që një çështje nuk konsiderohet përderisa është një përqindje e caktuar. Nëse flasim këtë logjik, po flasim se fillimisht e kemi një krijesë, e cila është derri, e cili është i ndyrë tërësia e tij, e për cilin konkretisht në mënyrë decisive nuk e gjen asnjë prej dietarëve islam që thotë se ka mundësi ndonjëherë me u pastruar. Të vetmin citat që un kam gjetur është që qimja e derrit është lejuar më përdor për qepje kur nuk ka metal. Përndryshe as në këtë rast nuk lejohet. E si të lejohet të përdoret gelatina e tij, pjesë e ushqimeve tona dhe përqindja e tij është e konsiderueshme dhe e vlefshme. Nëse do të themi për shembull që është 0,0 pik diçka, në rregull jemi. Po kur thua është një sasi e konsiderueshme dhe me thonë se është e lejuar, unë këtë çështje nuk guxoj për me thonë sepse nuk gjej tekste speciale të cilat e lejojnë një gjë të tillë. Tekste të përgjithshme që lejojnë një gjë të tillë në raste kur humb efekti totalisht po kemi dhe duhet më shërbyer dhe më shfrytëzuar këto tekste. Në rregull krejt, veçanërisht në kohën tonë kur shumica e produkteve janë nga njerëz të cilët nuk e kanë dert fushën fetare shumë, dhe njerëzit kanë nevojë për këto ushqime dhe gjëra të ngjashme, gjithsesi duhet më shërbyer me tekste të tjera të tilla, mirë po asnjëherë nuk kena të drejtë kompetencë me lejuani diçka e cila me marrë një tekst të përgjithshëm dhe me lejuani diçka speciale për cilën na ka thënë Zoti që është të ndytë tërësia e tij dhe këtë rast nëse flasim këtë logjik, atëherë unë nuk guxoj dhe nuk kam të drejtë dhe mendoj që është mendim ose jo shumë profesional dhe ndoshta edhe ndikuar prej presionit që na është vërtet që njerëz që kemi mundësi më ndiku, po flas për veten time, për askën tjetër dhe po mendoj që nuk lejohet një gjë e tillë. Pra, uji përgjithsisht konsiderohet i pastërt. Uji të shijave, shiut, deteve, lumenjeve, liçeneve, borës e kështu me radhë. Uji nuk ndytet dhe zakonisht Zoti Xhaleshanuhu na ka nxit dhe na ka stimulu përmes të pejgamberit alayhis salam që ta ruajmë pastërtinë e ujit. Por nëse në një anë ka pi ujë, një kafshë të cilës i hahet mishi, njeriu, e të ngjashme atëherë lejohet që të merret abdes prej atij uji. Ndërsa nëse në një anë ka pi ujë një kafshë e cila nuk lejohet të i hahet mishi, atëherë konsiderohet që është ndyt ujë dhe nuk lejohet të përdoret për abdes. Gjithashtu, nëse ka pi ujë gomari, ai ujë konsiderohet ujë me shkuk i dyshimt dhe në këtë rast merret abdes me të, po merret edhe tejmum. Për faktin se nuk është përdorur qumshti i gomarit dhe njëkohësisht
pejgamberi alayhi salatu wasallam ka përdorur përmjet transporti. Dhe këto janë dy tekstet e cilat në logjikën tonë atakohen njëra me tjetrën, pasi që kur ti e përdor kafshën gomarin këtë rast për bartje, atëherë ajo sigurisht ka me pas djersë, dhe nëse është i ndyrë, atëherë djersa ka me të ndy ty. Por pejgamberi alayhi salam e ka përdorur që tregon se nuk ka qenë ndyrë. Në anën tjetër nuk është përdorur qumshti. Sikur të ishte i pastër, do të lejohej të përdorë dhe qumshti i tij, dhe apo i saj në këtë rast. Dhe në këtë rast tregon që kemi tekstet në një kundërthënie e cila nuk ka qenë në dispozicion tonë që të i bashkojmë këto tekste dhe të marrim një përfundim final se është i pastër apo i pastër. Për këtë arsye kemi thënë se është i dyshimt dhe merret abdes me ujë në të cilin ka pirë ujë gomari, dhe njëkohësisht edhe marrim tejmum që të sigurohemi që nëse abdesi nuk ka qenë i pranueshëm, ta kemi tejmumin si zëvendësim. Na kemi për obligim që të ruhemi maksimalisht që ibadetet, adhurimet tona të jenë të pranueshme. Por kemi ujë i cili është i pastër, por pa cilësi pastruese. Të gjithë ujët të cilët është përdorur që të pastrohemi nga ndytësirat, apo që të marrim abdes për adhurim, konsiderohet ka mundësi me qenë i pastër, por nuk ka mundësi me pastrue dhe të merrem abdes prapë me njëjtin ujë. Gjithashtu ujët e bimeve, pemëve, të cilat është i shtrydhur, konsiderohet i pastër, mirë, po nuk është i vlefshëm që të përdorim me atë për abdest. Ujët që e ka ndryshuar emrin, për shembull, e ke vendos një kazan me ujë dhe aty e ke vendos çajin dhe ka bë uji është i pastër, ai është çaj, është i pastër, mirë, po ju ka ndryshuar emri. Prandaj me këtë çaj nuk lejohet me marr abdest, lejohet ndoshta me pastru diçka, mirë, po jo me marr abdest. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka porositur që të jemi të kujdesshëm që ta ruajmë ujin. Dhe na ka thonë, na ka tërhiq vëmendjen që të mos urinon dikush në ujin në vendet të caktuara ku ka ujë. Gjithashtu na ka thënë pejgamberi alayhi salam, nëse dikush është zgjuar nga xhumi, atëherë t'i laj duart e tij para se të vendos dorën në ujë, pasi që nuk e ka ditë e në betë atje dëhu ku e ka pas dorën e vet. Dhe nëse dora ka qenë në vend dytësires, atëherë ka pas mundësi për me ndyt ujit. Në këtë rast tregon kujdesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ruajtjen e pastërtisë së ujit. Në anën tjetër, kemi raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-ma'u tuhurun la yunajjisuhu shay. Uji është i pastër dhe nuk e ndyt atë asgjë. Në këtë rast, kur themi se uji është i pastër dhe nuk e ndyt asgjë, atëherë pas ka pas pejgamberi alayhis salam fjalën për një ujë tjetër, e cili që nga ky ujë sigurisht që është ujë i cili ka sipërfaqe të madhe, sikurse që tham pak më herët, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se uji i cili është në deti është i pastërt, edhe nëse ka ndytësinë to. Prandaj kur ka thonë uji nuk e ndyt asgjë, fjala është për ujë i cili ka sasi dhe sipërfaqe të madhe. Ndërsa kur ka thënë se kujdesni për ujin, mos më ndyt, mos më vendos dorën në ujë, fjala është për ujë i cili është i vogël, sasi të vogël të ujit dhe sipërfaqe të vogël. Dietarët islam me përcaktuar cilët është ujit e madh dhe cilët është ujit e shumt, kanë thënë 5 metra me 5 katror, 10 kut në 10 kut, me metër përapërsisht 5 me 5, dhe kur ti vendos duart në ujë nuk e prek fundin e saj, konsiderohet që është ujë i madh. Ebu Hanifa radiallahu anhu ka thënë këto e përcakton njeriu vet. Si shajnë se ujta është madh apo të vogël, është nëse prekin skajin e vet dhe valët e tij nuk kalojnë në skajin tjetër, tregon që ndytësira s'ka pas mundësi më shpërnda, uji i cili qëndron në kohë të gjatë nuk ndytet. Gjithashtu nëse uji është përzier me një materie e cila është e pastërt, për shembull me sapun, shampon e kështu me radhë, me dhej i cili është i pastërt, edhe nëse ka ndryshuar ngjyrën, ai uji nuk konsiderohet i papastër, por është i pastërt, sepse është përzier me një materie e cila është e pastërt dhe nuk e ka ndryshuar emrin. Në këtë rast sigurisht që tham çaj, nëse është vendos në ujë çaj dhe tash i quhet çaj, nuk quhet ujë. Për shembull është lëngje të caktuara që përzihen me ujë, nuk quhet më ujë, por quhet lëng i frutave, malit e kështu me radhë. Në këtë rast konsiderohet që kjo materie është e pastër, mirë po jo e vlefshme për pastërtim. Uji konsiderohet i papastër nëse ka pirë në të kafshët dhëmshkyese. Nëse shpezët edhe të cilat janë dhëmshkyese, por ujin e pinë me shqep, konsiderohet i pastër sepse shqepi nuk ka mundësi përmes shqepit me kaluar ndytësira e jargëve të kësaj shpeze në ujë. Në anën tjetër,
nëse është mbytur njeriu apo kafsha e madhe në ujë, duhet mu pastrua ata ujë komplet dhe mu hiq ajo ndytësirë. Por, nëse në ujë ka ra maca për shembull dhe pula, në këtë rast hiqen 40 kofe, hiqet ajo, fillimisht largohet ndytësira, largohen 40 kove ujë obligative, 60 është sunet, më largu. Nëse në të ka ra miu, atëherë 20 kove është obligim mu hiq pasi të largohet miu dhe 40 kove është sunet që të largohet në mënyrë që të konsiderohet ai ujë i pastër. Krejt kjo, këto mesele janë transmetime, sepse nuk ka mundësi mu caktuar mu ditë me logjik se kur pastrohet. Kjo është paraparsisht çështje e cila ka të bëjë me çështjen e transmetimeve. Por, nëse ajo gjallëse e cila ka ra në ujë është kalbur, atëherë duhet mu pastruaj tër ujë mu largu, pavarësisht a ka qenë gjallësa e vogël apo e madhe. Por, nëse gjallësa ka ra në ujë dhe është kalbur, atëherë duhet përsëritet në namazet mesatarisht apo të paktën 3 ditë. Në mënyrë apo duke ditur që pastërtia apo abdesi ka qenë i pavlefshëm me atë ujë. Por nëse burimi është aq i madh ose që nuk ka mundësi mu pastru mu largu krejt ujit, atëherë largohen paraversit 200 deri 300 kofe, tash ka mundësi mu përdorë dhe motorat e ndryshëm të cilat e panxjerrin ujin, pasi të largohen ndytësira, ka mundësi mu përdorë motorat të caktuar. Sot ta merr mend që është ndryshuar ujit, është larguar ata që kanë dhe është ardhur ujë tjetër, konsiderohet se është pastruar. Që nëse ekspertë caktojnë se një ujë i caktuar është larguar ndytësira dhe është pastruar, pasi që janë larguar çikaq sasi e ujit, atëherën merret mendimi i tyre. Po nëse thonë që edhe pse janë larguar 300 kove ujë, prapë uji është i papastër, konsiderohet i papastër, duhet më pastrua sa ata thonë se është ujë i pastër. Marrja e mendimit të ekspertëve të fushës përkatëse është obligim fetar. Na flasim me këto transmetime duke dashur m'ia lejuar masës, m'ia lehtësuar masës funksionimin e jetës së tyre, se jo të gjithë kanë mundësi me thirr ekspert. Por nëse dikush e merr një ekspert dhe thotë, është larguar kjo ndytësirë dhe ka mundësi që ujit me qenë të pastërt, tash e tutje, jemi okay. Mjekësia tash ka mundësi me saktësi me ditë se kur ka ngor një kafsh. Nëse ka ra një shtaz, kafsh, ka të qoftë ajo, dhe është ka ngordhur, për shembull, mjekësia thotë është ka ngordhur që 3 ditë, atëherë duhet më pastrua ujit dhe më përsi namazet 3 ditë. Nëse thonë që 5 ditë, duhet 5 ditë. Nëse dikush e merr ekspertin dhe thotë një gjë të tillë, atëherë punon me mendimin e ekspertit. I lajm tekstet fetare. Na jemi ata të cilët dojmë dhe thrasim në ekspertizë profesionale. Mirë, po nëse dikush nuk i thret dhe kjo nuk ka mundësi, nuk është në dispozicionin e tij, atëherë punojmë me këto tekste, sepse kjo është parafarsisht në formë të përgjithshme. Nëse mizat bien në një insektet e caktuara, bien në një ujë apo diçka, largohen ato konsiderohen të pastërta. Sa i përket çështjes mizës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ajo nëse bie në ushqimin apo në pijen e njërit prej juve, zhytet brenda dhe pastaj largohet, sepse në një krah, njërin krah e ka helmos dhe tjetrin e ka sulmos. Dhe kur zhytet, atëherë sulmuesi e sulmon helmosin dhe balansohet apo neutralizohet pasoja e pjesës së helmit që është në krahun e mizës. Kur është ardhur ky hadith e pejgamberit alayhis salam, shumë prej njerëzve të orientalistë caktuar, logjikan caktuar, e njerëz të cilët thrasin në shkencë kështu me radhë kanë injoruar dhe kanë bë humor, e kanë thonë se ky hadith është i shpikur e këtyre islamit që s'merr vesh këtë fush e kështu me radhë, po merren me miza kështu me radhë. Para se më u zhvillua shkenca, ata të cilët e kanë dëgjuar këtë hadith kanë dhënë pretendime, dyshime, akuza të ndryshme në drejtim të Islamit, se që valla po thonë se miza njërin krah helmos, tjetrin sulmos, e çysh mundsi ka mundësi mi bë bashkë këto tek një mizë. Mirë, po pas ekspertëve të shkenca të shteteve të ndryshme, australisë, rusisë, anglisë, gjermanisë kështu me radhë. Kohës që kanë filluar këto analiza, që kanë filluar prej vit apo dhe diskutime dhe studime për mizën, që kanë filluar në vitin 1870 tani, deri në vitet 1947-50 është verifikuar saktësisht se miza njërin krah e ka helmos e tjetrin ka sulmos. Kur shkenca e ka verifikuar një gjë të tillë, atëherë ata dhe na të cilët hipotetikisht na,
të cilët kemi folur dhe kemi hedhur dyshime në transmetimin, hadith pejgamberit alayhis salam, kemi dalë dhe kemi rrejt gjok se çore mrekullia e Zotit xhaleshanu dhe hadithet pejgamberit alayhis salam se çysh e ka informuar apo shikoni se si ka informu pejgamberi alayhis salam para 1400 vite për një gjë e cila nuk ka pas mundësi mu ditë kohën e vet sepse nuk ka pas laboratora as mikroskopa as gjë të ngjashme dhe kjo është vetëm shpallje prej Zotit se përndryshe nuk kish pas mundësi për me ditë. Aja që është e rëndësishme në këtë rast është se na duhet me i besue hadithet pejgamberit alayhis salam, duhet me besue njerëzve musliman të besueshëm, të cilët na kanë transmetuar këtë fe dhe jo të vim në situatën ku shkenca nëse na verifikon një çështje e tilla, atëherë ju besojmë atyre. Atëherë besojmë hadithet. Ne duhet me i besu hadithet para se me na e vërtetu një çështje të caktuar me shkenca. Sepse vjen prej Zotit. E kur vjen feja prej Zotit nuk ka mundësi me pas gabim në ta. Dhe fena kanë treguar njerëz të besueshëm musliman. Atëherë si ka mundësi që i besuam njerëzve të cilët janë jo muslimanë, i lam njerëz të cilët janë muslimanë. Prandaj kjo është një disbalans i madh ku na kemi rraf prej kësaj çështje. Dhe në kohën e mëdhenshme dietari i njohur doktor Mustafa Ibrahim Hasan në Xhamel Azhar ka verifikuar një gjë të tillë edhe si muslim prej kondit islam se miza më të vërtetë ka një në krah elmuzës sulmuz. Prandaj insektet nuk e ndotinujnë dhe kjo tregon për mrekullinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Zoti xhaleshani ja ka ofruar pejgamberit alayhis salam, na ka informuar me mira vite, 1400 vite para se të vijë shkenca dhe kjo tregon për saktësinë e islamit në tërësi. Walhamdulillahi rabbil alamin.